Selamu alaikum të dashur, mirë se po takohemi me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi çdo të njëjtë të këtu nga ora 21, së bashku me hoxhin e nderuar profesor doktor Shevqet Krasniqi. Hoxhin e nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhat. Aleikum selam rahmetullahi wa barakatuh, mirë se jeni. Faleminderit dashur miq. Emisionin Rruga e Ndriçuar mund ta ndjesni përveç pranë ekranit të RTI-s, po ashtu drejt për drejt, live edhe në YouTube dhe në Facebook, në kanalet zyrtare të hoxhës profesor doktor Shevqet Krasniqi, po ashtu mos harroni ta shfletoni dhe kanalin, aplikacionin e kanalit ta zbritni në mobilat tuaj, ku është profesor doktor Shevqet Krasniqi, ku keni librat, ligjërata dhe shkëputjet e ndryshme materiale që kemi nga hoxha e nderuar profesor doktor Shevqet Krasniqi. Atëherë hoxha e nderuar, pa humbur kohë, kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit që keni telefonu, keni pyetje për hoxhën? Po, 2 pyetje i kam për hoxhën, a bën? Po, urnani. Okej, kështu i kam vëllai motër, i kem pas varrosun në një hapësirë, jo larg shtëpisë, edhe ka pas edhe tjera varreza, kjo punë është që 49 vjet, tjetri që 50 vjet janë varros. Po kur kemi shku vjet me mamin, i kemi pa që ato varre nuk po ekzistojnë më të vëllaut edhe të motrës. Varin e vëllaut e kishin rrafshu kështu me bager, në vend të motrës ish varros një plak. Mami o dik me qatë merak, me qatë pik. Edhe pyetja jeme është, a është e mundshme që janë tret eshnat në 2 fëmijëve se ka 7-8 muaj janë kon kur janë dek. A janë tret eshnat i tret toka, apo është mirë me shku me i pyet ata që kanë punu aty, bile me dit a i kanë hek ata eshna, a qka është se diqysh fort na ka prek, na ka pezbatu që ky gjest. Edhe pyetja tjetër është për namazin, a muj për shembull me falë që tash farzin e jatis, e ma vonë kur të kom kohë ato synetet. Allah ju shpëlbej, faleminderit. Faleminderit juve. Hoxhë nderuar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Se për këtë pyetje se farzët, po mundesh farzën e jacis me fal tani, e sunetet me fal më vonë, nuk ka asnjë problem me mesele fare. Se për këtë çështje se varrezave, varrezat apo varret e njerëzve me dekada. Ato asgjësohen, humbin. Në që antik ta pas ka qenë të 2 fëmijë. Edhe nëse mbetet diçka, mbeten eshtra të qallamitura, të shkapërderdhura, ku zakonisht, në shumicën e rasteve, kur hapin ndonjë varr, me varros një gjenaze dhe gjen eshna, njerëzit kanë me provoj, me praktik, i marrën ato eshna, i shtin një qesh dikon, një grop të vogël i palojnë i shtin, i mlojnë me dhe ta në gjyn tjetërin për mi. Kështu veprojnë njerëzit zakonisht. Nuk kam dëgjuar që ndonjëherë dikush mia të eshna, mia gjenaze ka gjë gjenaze tjetër, apo mi eshna e ka hedhur apo ka lëshu gjenaze tjetër asnjëherë. Nuk e bojnë njerëzit. Nuk e bojnë. Sepse nëse nuk i hiken ata që qelin vorrin, të kur të vinë familjarët me lëshu gjenazën, nuk e lëshojnë. Kërkush nuk e lëshon babën e nanën e vetë, ose të afërmën e vetë, mbi një trup tjetër, qoftë mbi eshna. Apo? Kërkush nuk e lëshon. Po. Andaj, s'ke nevojë më merakosju për këtë punë, sepse ata ose nuk kanë shku aq shpell, ata që kanë shku pak ma but, po pak ma cekt, dhe se kanë vërejt heq ato, sepse eshnat për shembull kur është trupi kaq i njerijut, të kur bëhen eshnat bëhet ato binjaminja. Edhe përmi të varros, por ka shtresë tokës, pe poshtë dhe nalt, të sprish punë, pastaj ata kanë qenë fëmijë, ose i kanë qenë dikon tjetër si thash, ose dikon skajt atë, andaj nuk keni çka më bëu marak. Pastaj që tek ne, falë Zotit, ende është mirë të shku kjo punë,
anë pësën kam rejtje për veti, për që është në renditjes së vorreve, nuk është në rregull, besoj që këtë Kosovë nuk është në rregull. E një herë më ka pa pyet i shkërtari Prishtinës Shpendi, edhe ja dhash një farë sugjerimi unë. Po kjo punë don që më thonë përkushtim. Don përkushtim, don shtin asambleje ku ta diun të asambleje komunale etj. Son që shtu vorrën Prishtinë se kshalan për shkakun tek ne. Nuk ka në rregull në një vend në 10 metra katror ose 6 metra me varroz është 2 vet. Jo, zotnia. Ai shpet vetë ata nëse varrosin fushën e vet atje në tokën e vet, është e drejtë e tij edhe që ka të drejtë ai. Edhe legjërisht besoj, për fetarisht ka të drejtë. Njeriu me varroz të afërmën e vet, në bord vet apo në tokë vet. Por vorret shtetit, vorret publike, që janë të gjithë njerëzit muslimanëve, dohet me pas veç një ndars sa më së prek trupi me trup. Kaq, unë mendoj, ajo me qenë 40-50 cm, veç sa mos më shem, s'ka nevoj kur gjë. Nuk ka nevoj. Në ta në andë vorë dhe të me afruhe, njërë që mi dhanë vend të tjere. Se dhe që tjetë, ndo njëherë ta kanë me ba, po dhe të bojnë këta shumë tokë pa hargjohet, se dhe që ka kanë me ba, sepse ta pas të mund të lindë një pyetje tjetër, bërë mi shti se ku në Gjipt. Mi shti një, ta në tjetër ma poshtë, tjetër ma naltë, katë kështu mi shti. Njerëzit, sepse shumë njerëz. Që ka deshta me thonë? Pa të kënim Prishtinë, të varrezat e vjetrat Prishtinës, që në fillim. Kur të varrosin dikush ngull ka me shtit afërmën e vetë qëtë, sepse ka babën, sepse ka nanën. Tash në kësa rast të ndodhin, sikur të se në këtë rast këtu. E ta qelin dikun, por të krytës e të kamë, del një varë tjetër. Dalin dhe ishna. I kapën të ishna, e hi e keni shtynë dikun, pak një qësh dikun, një mbledh, edhe varrosin. Andaj nuk, s'ke nevoj me bo marak këtë punë, me bo marak për këtë punë farë më shqetësu. Allah shpëlbet, kemi një telefonat në linjë. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. I kam një dy pyetje për hoxhën, do është me vetë që ose ban. Urnani? Do është me vetë për qitë punën shia dhe sunit, se kam unë një shok të njëtë në Gjermani, kam një shok për Iranit, po e mbron shumë, po dhe ta Iranit për momentin janë drejt qitë luftën, janë që të e bo me Ameriken. E unë e pëtham është mirë mu hiqë regjimi për shkak se zullumet atyne që kam bo. Ai po thotë që po i mbronaj me çdo kusht, jo këta janë në drejtë, po thotë Arabia Suniti këta kanë hukuar dhe ne çfarë, sa është i çatjeshte po i mbron. Që ku ma nxone ai mu kryt, që më tha kur vjen Imam Mehdi tha nuk vet ai shia Sunni. Ai vjen pe Iranit, tani unë s'dita çam i thonë, tash të pyes hoxhën, ç'a është puna, mund të pak më na sharu punën e çunës shia dhe sunitëve. Faleminderit. Edhe pyetjen e dytë, do të për që tempullin Solomonit që po flitet shumë në internet mediat, do të me vetë në për hadith ose në për Kur'an është diçka për shembull para ardhjes dhe gjallë dje tempulli çdo sanë që po folën thash të personat që pak a shumë në pika të shkurta. Faleminderit, Allah ju shpëlbeft. Faleminderit në natën që të mirë. Hadi gjithë mirat. Kjo dyta sens për të vynë, të qërë punë të tua ma mirë se sa këta, kjo sens për të vynë. Këto janë palavra, janë se propaganda të fordve për me marë krejt tokën e Palestinës, tani më zgjënu me marë një pjesë madhe tokës të Arabëve, së është i fort, ku i fort të fshin, qëtë pishpis edhe s'vet heq. Andaj, ty s'thenu edhe e kur gjo, së në dobija jo. E çështja e atij iranianit, atij djalit që ke atë kolegun tënd që ke, dhe që thot na jena mirë dhe për shteti ka mirë, e fejnë e kena mirë për shteti ka është i mirë, as nuk është për shteti mirë, as nuk është feja mirë. Të devijuarën të dytë. Pushteti në Iran është pushtet diktatorial.
është pushtet që man popullin me dhunë që 40 vite gati, pej 79-ës. Sa për bjen tash, pej 79-ës, 4-5 sa për bjen. E man me dhunë, me he kur. Po i ka hajde sa militant, ama militant ka pas edhe në Verhoxha. Po kushin kanë ata të cilët kanë hëngur për në Verhoxhës, shtresa e lartë, pa është pakicë. Nërsa shumica, e kanë dashtë në verën, po se kanë dashtë. Pra edhe në Iran, shumica nuk e dojnë, se ata spiritojnë me i dashtë. Ata spiritojnë me i dashtë. Por atje i shtyp me dhunë. Andaj, për nga dhuna, ata jenë të partë. Jo vetëm rranda në Iran, por shka pyeti Siriantë, pyeti. Nëse kine shakat në Siri të që në Gjermani atje, pyeti. Thuj, kush i ka bo krimet më të mëdhatë në Siri prej fillimit të pranverës araba, revolucionet që shdu shquje, të se levizit që batën 2011-2012, dhe para 2 vjetë kërë pavarësu, kërë shlirue, kërë arabë për shteti e Asadit. Pëte, kush ka bo krime, jo me dhjetra, as me qindra, as me mira, po me qindra mira. Mbi 1 milion janë të vrarë në Siri. Kush ka vra mësë shumëti njerëz, gra dhe thmi në Siri. Mëse pëtë djallën të iranjanën, pëtë djemë të Siri që jetë në Gjermani pëtë. Pëtë. Hizbullahu, shijet e Irakut, me direktive dhe militant, se këta fakten militant të gardës republikane iranjane. Krejt kjo në direktivat e general Qasim Selimanit, të cilën Amerika që për aheret për në Gjehenam 2019. Krejt e kanë bërë këtë krime. Pyeti Irakiant, kush ka derdhë gjak më së shumë të në Irak për 2003-ës? Pyeti. Pyeti në Liban, nëse ke Libanes Gjermani shok që njofin, sigurisht të njofin vendin e vetë, e din historinë e vendit vetë, kush ka derdhë gjak më së shumë të në Liban? Pyeti. Nëse ki dikën të Jemenit, orë në pyeti. Kush është të derdhë gjak më së shumë të Jemen? Pyeti. Edhe këtë derdhë gjakot, ata e bojnë me krenari. Ata na bojnë neve kurban sënnet për ma afru të Zotit. E burrat mira? Emni musliman. Leti shka emni bre. I bjen Allah në sejde. Ti bjen 24 në sejde letërën. Kriminel o kriminel. Dash ti bjen sejde, dash mes ti bjen sejde, dash kanë gjami, dash kanë kish, dash... Qëka të dëlet ban? Në qëka dëlet ban? Mes ti dhe me Zotit. Por, pëdër gjak, gra dhe fëmi. Dhe hala pretendon me dërë gjak. Por të ka që Allah në hun lesht. E kjo është kërët populli, ka dal, shëtë populli për një fjallë, ka dal, bëk se ka hendek, ose një farë fjallë e përdor. Po, ka dal. Se këshët ke mene në Siri. Këshët ke mene në Irak për 2003-ës. Këta ka shqit mene në Liban, komplet Libanin, deri para 2 vjetë, deri 2 vjetë pra fërse. Jo, 2 vjetë. Dhe e vëra Nasrallahu. Pa Nasrallahu ka qenë kriminelin nana kriminelve. Dora e djathë e Ali Homnejt i jashtë Iranit. Nana kriminelve. Kreju, baba plaki tyne. Sigur se Karadzice, Mladice, Drashkovice, Kalibice, që ka qenë, Drashme Hajlovice, e ata fartë malkuare që kanë qenë,
për musliman, shqiptarë bosnjak, që ashtu ka qenë për musliman në Sirin veçanti. Po njerëzit nuk i njohin. Ata mbuluhen në mrena shallave. Mrena shalla mbuluhen munafik llokën e vet, e urrejtjen e vet kundër islamit e muslimanëve. Imagjina, cilin dush hoq tyna, dhe thënë ajatullah hoq, se me fshallat zeza, ta pëq pa ta ka një parim në fej, me mshef vërtetën, me thonë të pa vërtetën para të tjerve. Basi bazat fesësh, që quhet taqije. Ai që s'ka taqije të ta s'ka iman. Që i bjen kja? Taqije i bije. Ty kur je me tonën, do të më shpreh. Kur je me të hunë, do të më mshef. Me thonë, në vlazen jena, në barabar jena, në vlazen jena. Vlazen jena? Po. Pse përna pret pra? Pse përna ngri? Pse përna ngri neve? Pse përna pret? Pse përna mitë gratë të thmi neve, nëse në vlazen? Pse për të bojnë thmija gratë? Pse për të bojnë? Ku ka vlazella këtu? Po shumë për i ty një qesin, e sa të për YouTube, internet, sa të dush ke. Dhe shka thënë ata presionet? Dhe shka thënë? Krejt, burimet e tyne, referencat e tyne, pa asnjë përjashtim, kur për jetë, nuk më nësh me gjithë në një referencë të tyre, një burim, të shijave, më shekuj, që thot ndryshe për pas që, krejt qka jenë sënit, jenë qëfar, dhe janë ndëregjen Allahu i ndëroft të qenëve dhe të derrave. Për nga ndëtsina, a jena të ndyt për ta. Për nga ndëtsina, ne jena të ndyt në rangun e qenit dhe të derrit. Na, unë e ti. Po. Dhe kur na si mbasynë e gjerit e sa me pana? Kur? Qëta një ranjant? Po natyra njëri që qenë, natyra njërit instiktivisht tash, ata që si njofin, natyra njërit është më të dhim qaj që i shky shtypori. Apo? Tash, një me këqyranën tjetër, qa për banaj që përshkanat i pja gjunë, pja rëzë shkollat, spitalet, qa për të banaj? Njës pa faj. Tash, natyra njëri instiktivisht, qa për të bojnë marë ata? Apo? Natyra njëriut. Qashtu është kjo? Se për shembull, nëse gjenti ndonjë serb dikon, e që besoj që ka, i cili s'ka marrë pjesë luftë Kosovës, o rrit në Vojvodin, o rrit ku diun dikon atje në Serbi, por kë ka pa krimet që bëhen në Kosovë, ai ka thonë aty, çfarë pi bëjnë gratë të fëmijë njerëz, çfarë pi bëjnë juve? Mendoj që do të më thonë një, instiktivisht çfarë po të bëjnë marrë shqiptarët, çfarë po të bëjnë atje njerëzit? Po pra, ai që ka në natyrshmëri, edhe nëse nuk e kap kafejan, ka natyrshmëria be sa që ashtu çfarë po të bësën në rrugë dikon. Me ndal dikon në rrugë me pa të rrehë, ti nuk e di çka ka bëj. Po më herë thu, çfarë po të bën më njëherë vëlla, çfarë po të bën? Në veç atë nëse është grua, fëmijë, i smute, plake, më në herë instiktivisht më ndihmu. Kështu që populli i Iranit vjen viktim e një pakice që thirrën e mëndfes për më rujt pushtetin e tyne dhe me pretendime me zgjeru, me marrë Qaben, me marrë Medinën, dhe me bo botën islame me shumicë shii, me met pakicë sunnet. Këta vetë deklarojnë. Në për tyne kam dëgju këtë krejt. Synimet tona janë afat gjatë, me marrë Qaben, dhe jo me pash, me dialog, me dhun, me marrë Qaben. Pra dhe nëse dirët gjakit dhe eri këto, Qaben këna me marrë na. Dhe këna me marrë dhe Medinën, dhe këna me prish vorët në të Ebubekrit, e Omerit, rrafsh me tokë, këna me nëzirë për varët, me i goshdu. Qa plane kanë ata? Dhe këtë që për thëmur është pak në krahëzim me që ka janë ata. Që shtë e një ranjant. Ta në qëtë ideologi, u amësën thmive në shkolla.
ju edukojnë në për të së thënë gjamia, shkojnë gjamia ta. E të edin që këtë Tahran nuk kanë në gjami. Krejt Tahranin në gjami të Sunitëve nuk e ki. Para do ditë është tashmë se ka lufta, doli ambasadori i Jordanis që ka qenë në Tahran. Në Iran, në Tahran këtë qytet. Dhe e pyet ky gazetari, tha çfarë më të thuash ti për Iranin? Tha çfarë më thon për Iranin? Këtë Tehranin në xhami nuk ishin ku më falë në Sunnit. Sirku diplomatik, ambasadorat e njerëzit. Tha dhe vendosëm në ambasadën e Arabi Saudite, në farveni ku garazhe, kirreve, dikun që atë, me improvizu, me shtru të pija të më falë gjëman. Dhe më bënëm disa ambasada, shkëshëm që atë më falë gjëman. Ka ardhur njeri i zyrtar prej presidentit, për ju në kone ishte i presidenti. Këto më bjerë, nëse së fakëm kohë më kujtu. Këshiltari i ti në tha, në ambasada të dhe kemi qëllu na, edhe në tha, urdhëri është prej kryetari shtetit, ju këta me mshel. Në ambasadë mrena. Pse? Sepse këtë qënë përqarje, do të me ka në bashkajt muslimën të në... E tani qëka ka të keqë këto? Po ju nuk bën më falë këto, dhe të më falë në atje. Në tha shpirtnisht nuk më ishë nuk në përshë zemra, më falë gjëmona, më falë mas tyne me shala, se s'ta bëhet kabul heq. Po mi thonë që s'po dhe në më falë mas juve, është një farloj frike se po pëndzjellë u rejtje fetare, do të më rujtë, s'ki që e bënd ti, do të më rujtë. Sigur se për shandi se në Beograd me shku dikush imam ati, se me shku dikush ambasador në pas pak një farë politike, një farë, sepse që e kinë zemë këtë nuk e qetë, nuk kanë regullë e punë. Tha në më ishë me thonë, po na jena këto, s'pa kena ku, pak ma shumë, ma pak që të se i vetë, jo. I vetë mja mundësi është, me najtë këto ju, me vazhdu këtë gjami këtu më falë, me zgjit, nëse mbreti Abdullah ka qenë trashëgimtari Fronit, Abdullahu, Masfedit, ka qenë Abdullah para shti Selman që është tash. Nëse aj ja shkru një letër, kryetarit shtetit, e lyp një alëshu gjami këtu, juve, lejnë ja japëm na, për ndryshe ja, tha ambasadore Saudita ja. Unë nuk e kam që atë autoritet, as nuk më i me lyp që ka shumë për tina. Ja, se nuk më i mushteju në njerin. Bëshkrujnit, të parit qytetit, dytit qytetit për një imaginati, se s'ka. Qështë puna e Iranjanëve. Por e kanë parimin tokjes, bazë për bazamente, se na që kena besimin Allahun, kaderën, ditën kiametit e pejgamberin, qitape, ata e kanë një pëjtyne është me besue, në tokje me pasit farë msheftësie, dyftërsie, edhe të Mehdiu Qetseku. E kanë gjithashtu për parimeve tyne se Mehdiu është për imamave tyne. I 12. O hini farë gjamije, dikone hiven ka ngri qilë se Isa me që ato e s'dele, më tash dhejtve koha kiameti, kur del tani këmë nga liftu neve, këmë nga bajt. Këtë që Mehdiu, te këta, te qëfot, Mehdi në presin me ardhë. Shijat e presin Mehdiu me ardhë. Na muslimën sunet e presin Mehdiu me ardhë. Qështë është kjo punë? Kemi një telefonat në linën e kam pritë bukur shumë. Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe unë kam një lidhje, një pyetje në lidhje me Gjermaninë. Hoxhë nderuam, unë i kam lindë fëmijët e mi të parë, edhe kam pas shumë vështirësi, se kanë qenë edhe dy, elhamdulillah Allahu më ka beku, po tash i kam një faralloj presione për familjes, po edhe për të afërmve, se po më thojmë se s'po i dërgon fëmijët në qerve. Edhe dyqysh po më vjen shumë keq, e fëmijët tanë që kom hek shumë, për me vësillën këtë dënja, për me rri deri në këtë mosh, për me dërgun qerdhe, edhe po vim po më thojnë hajtë se për qa ke kry shkollë. Shkollën e kam kry për veti, po. Edhe tani kur po vjen, hajtë se fillën hoxha që e kemi këtu në xhami, pe dërgon. Okej, elhamdulillah, pe dërgon për veti. Po hoxh po ka edhe shumë, s'kalon java këtu në Gjermani që nuk po kena raste që po ndodhen dhunime të ndryshme të fëmijëve këtu. E mundësia për me dërguan qerdhe muslimane është shumë e rrallë. Këtu në rrethin të paktën 60 deri 100 kilometra nuk e kemi asnjë qerdhe muslimane, edhe po ata me pyet se si qëndron çështja me fe, sidomos për vendet perëndimore, jo për Kosovë. Edhe hoqë po është pyetja, e diskutova me burrin, edhe më tha po edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pas sikur lloj vendin, nuk e di si jo si qerdhe, po i kanë thënë si me thonë fëmijët për mua.
trajnu, për më mësu, e ma boni po është diçka ngjashme. Po mu s'po nduhet të ngjashme, edhe jena si në konkuzion, si ndryshime, unë për vetin nuk po du me quhe, po du vetë një rrit, vetë me eduku, po edhe presione pa kush po ta bën, se po më thojmë se po dallohesh ti përveç tjerëve, çka po jetë më shumë se tjerë. Ka që është të pyetja. Allah shpëlef, faleminderit. Hoxh, Qatë një taj kam? 2-3 më duket. 2-2. Këto qerdhët e kohës bashkohore, për që e kanë bo? Për me thonë nanave dilni, shkani për nani, i rënit lira. E që pak ma rotla, i bije me qitë grupe shpisë. Mësë me la nanë shpi. E para, e dyta që është e më sheft, sënimi është që shteti mi pas në dorë fëmijët që nga mosha vogël kur i bojnë 3 vjet 4. Ai mi pas në dorë dhe mi eduku që është dan. Kështu që te bën fëmijën, lodhesh, dërmohesh, deformohesh, se puna e grus, mund deformohet, mund t'jetë me pasojë ato në jetën. Janë boshtin korrizore, janë tensione, një sheqere, një ndyre, mund t'jetë me pasojë nana e që ti fëmiu deri des. Në lindje, plet nana, sa të dush ka, e mërë të poshtën, të pjedzën, e mërë të poshtën me lindje, me shtatzani, kur më vete nuk e mërë. Kur dhe i des, plet ka, sa të dush. Pra gjështu vujtje, pasaj, se të bëhet një të rëfmija që më knaqë me ta, kur dina e me komuniku, më le që në qërë. Dërzeja diku që të gatë shumë. Të gatë shumë dërzeja ti. E që bënë tani? Të që bënë? Më fëmija së është jyti. Fëmija më së është jyti. Për me dukim ja, me mentalitet ja, këtë mentalitet tjetër. Sepse çdo gjenerat e re, pa ka mentalitetin ndryshe prej prindërve të tyne. Kështu që ti pradha, lëdhe mundohu, hargjahu, shpenzohu, dërzajt e tjerve, ata duke që shdojnë vetë. Tani ti pradha, apet, shpenzohu, deformohu, shkatërohu, dërzajt e tjerve, gatshëm, ata e duke që shdojnë vetë. Edhe kështu më radhë. Andaj, kjo është një prej shkaqeve, unë mendoj, jo krejt, që shumë femra dhe moshkujt, aty në vendeve atje, thejnë diçka, s'po bëjt fëmijë heq. S'bëj heq. Edhe s'bëj. Tani, fetarisht, nana për qa i bëth fëmijë? Mi lindi mi gjuh dikon, mi ashtu dikosha? Nana se nanë, e merë atë në thojza, atë shejtërin, kushtimisht se shejtërisë është pa atë respektin e madhë, më të madhë në botë, për njerëzve. E merë veç që e ka lindur fëmijën, apo edhe ka eduku fëmijën, dhe ja ka dhuru shoqërisë të edukuar. Allah i thuj ndryshe, Allah i madhruar. Pse e zgjodhi femrën me lind, e bëri zoj të shtëpisë, e ngriti kaq shumë, më shumë se burrin, në raport me vlat, dhe ja besoi edukimin e plot të vlatëve. Ta shqet përgjësi, qëtë emanet, qëtë ndjesi, qëtë natërshmëri thuaj, që edhe Zoti shkojnë ta marrin. Edhe nëse dënë t'i mërujt ta marrin, bëjmë presion se kësajna. Andaj nëse ke linë fëmin, e ke kryu një pjesë përgjithësisë. Po nëse ke dërzuet në qerdhe, edhe nuk e marrë me ta, e ke lanë mangu një pjesë tjetër. Dhe kjo ka më të këthy. Bumerang, më të këthy kjo.
herët apo vonë. Dhe që e fëmi ju të nesër pas nesër, lidhshmërin, ndjesin, shpirtërore, emocionale, me nanën e vetë ka me pas shumë të zbet. Shumë të zbet. Kjo gjatë moshës femiris, adoleshencës. O hynin moshën madhore. Më veçken të izbe, edhe më veçken edhe me emën kënë ka nanë. Kaqë. E dëkimi është, unë e dëkimit është katastrofë. Andaj, nana si nanë, sa hi jek. Po për ata ka emrin e madhë bre, ka emrin e madhë e ka nanë. Nana si nanë. Aja përmequ misionin e vetë. Në vend, për le të ketë doktoratura, për shkollë me madhe, se me eduku me shkollu thmin, a ka. A ka punë më të madhe, më të shajtë që më në bërë një grua, se sa me eduku thmin. Me eduku thmin. E thmija pas të me majtë men. Se ku na, unë e ti që majna men. Fjallët e nanës. Qërtimet, këshillat, urdhrat, sugjerimet, i majnë në men, ma shumë se të babalarve. Sepse babalarët, me përpuna, o qëtetit të të fushës. Të kur në kujtojnë neve që ato kujtime të nanave tona, në kujtohet në përtrije dashuria ndaj, nanave tona, mas 30, 50, 60, 70, 80 ditën e se ke hymer. Po që se hjek të krejt, që të kujtojt për nanës tonë? Ta të rgej një rast konkret. Kër isha në student, i kisha një miktimin, ma më vëllat shpirtët, kështu shumë e dua halate, nga Malizia. Dhe unë instinktivisht bëshëm laf, të nënë ka të nështu, bëjnë atë qështu, më ka thonë anë atë qështu, ku ta di në qështu, instinktivisht. Një herë njerë diku më tha, për më thonë diçka, urna, thonë për të gjelizej shumë. Pse? Tha sepse ti për me nanën të anë shumë, thane nuk di që kalzej për nanën të. Pse? Tha sepse nanë e është mësuse. Dhe unë e pej që kam linë nga që në qerdhe. Të ne, tha, këti i qenë të minë qerdhe. Që shpe qenë të nasat, atë të normalizi, kënë në dhetat. Të këne i qenë këtë të minë qerdhe. Dhe unë asë gjë nuk di me majtë menë si fëmi për nanës të. E dhe se më ka metë më kje fjallin kry. Pra, ishë rri djali, ishë bëbur tash, por nuk dikem me kujtu diçka si fëmi vogël për nanës të vetë. A shef lidhshmërinë e fëmis me nanë që ka po zoti, pra jo vetëm në barkë, por edhe në dukem. O, ju njerëz, puna me shajt e grus, është mi bo një 5-6 minimumi, mundësisht, edhe mi eduku ata. Dhe për dire sa nuk ta imponën shteti, ty bëni kësha që. Se ma mirë se one kështë dënja se edukan. So fjalla se nana vetë, e baba. Që se shkollu më? E arsimu me? Pas, mos me konë arsimu me, elhamdulillah që është arsimu me, pa nëmbre, është ta imponën shteti, popullet e leqmi lillah, o që tërsen, pra për me qef, për qethmin në qerdhe, e grunë të shpija, ose vetë jem nanë, për qethmin atje, e vetë që me bane? O, po du me rritë vetë fëmin. Vetë po du me eduku, me dorë tem, me emocionet e mija, me ndjenjat e mija, me dashurin time që afre fëmive. Është me amblaja, është me shtrejtaj. Allah i trujtë e mutër.
Nderoft Hoxha nderuam. Shkojmë me një pauzë të shkurtër të dashur mes dhe rikthehemi pas pak. Selamu alaikum të dashur miq, jemi rikthyer me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me Hoxhin e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Dashur miq, mos harroni të na ndjesni përveç pranë ekranit, po ashtu edhe në kanalin zyrtar të Hoxhës Shefqet Krasniqi në Facebook dhe YouTube, po ashtu mos harroni të përcjellni edhe aplikacionet në mobilat tuaj. Numra kontaktues për të na telefonuar, për të na shkruar keni 046 22 0022. Hoxha nderuar, kemi një telefonant në linje. Selamu alaikum. Selam alaikum. Aleikum selam rahmetullah. A po dëgjove? Po jeni drejt për drejt, Hoxha po ju dëgjon. Keni pyetje për Hoxhën? Desha më bë një 3 pyetje Hoxhës. 3 pyetje Hoxhës. A mu mi vë? Urnani? Është një mas jashtë shtëpiake, çdo ditë po hen mrenda të na, po na i shej derën. Po. Pyetja parë. Vazhdo me dytën. E dyta është e vërtetë që Isa alayhis salam ka folë me Allahin pa ndërmjetësim me laçë. E treta? E treta është njeri kur të vdes, ai përcaktohet anë xhenet, në natën e vorrit. Allah e shpëlbej, faleminderit. Na shtaj me kuptueshme. Po. Faleminderit. Po Hoxha nderuam. Maca po vjen në shtëpi. Maca hen në shtëpi se sillni mirë me ta, japni më marrë me pi, hen në shtëpi sa të keq s'ka. Me qel derën. A qela ja. Edhe të qenë qel derë, maca qel derë në qel. Isa alayhis salam ka folë me Allahun. A ka folë për ta? A ka folë Isa alayhis salam me Allahun drejt për drejt. Musa ka folë me Allahun. Musa. Isa ka folë. Musa ka folë. Që ton pejgamber folasin me Allahun. Ton pejgamber flasin me Allahun, te bareke ve taala, të gjithë pejgamberët. Të gjithë pejgamberët. E pastaj forma të shpalljes, të folërit me Allahun në disa mënyra. Është ndërtosh të drejt për së drejti, por më së shumti është ndërprimet me lekut Xhibril. Quhen format të shpalljes. Mënyra më e shpeshtë është nëpërmjet me lekut të Xhibril, i cili është i dërguar i Allahut për pejgamber. Tani, cili pejgamber ka folë të prezreti me Allahun, të bareke ve taala, ne për të gjithë nuk i dim, por i dim për pejgamberin ton, alayhi salatu wassalam, se ka folur, por shumë pak. E dim që për Musa alayhi salam, që të kelimullah, personi që Allah ka folë me të më së shumti, është Musa alayhi salam. Është i përzgjedhur e Allahut sa përket komunikimit, folurit e Allahut me robën e tina. E Isa mund të ketë folur i madhe zot drejt për së drejti, pejgamber, po mund të ketë folur edhe nëpërmjet me lekut Xhibril. Allahu a'lam. Zoti dhe më së miri. Vazhdojmë pyetjen e tretë, Hoxha nderuam, para se të pranojmë telefonatën, të vdekurit në varr, natën e varrit, a ju përcaktohet vendin xhenet apo xhenem? Po. Në fakt, vendi për xhenet për xhenem përcaktohet më herët, po edhe është një pjesë përcaktim tamam aty veç definohet ka për shkanta, veç krye. Aty kupton edhe i vdekuri ka. Po, i vdekuri vendin e vet ku e ka fillon me kuptu pjesërisht të fillon me kuptu ka hësht me momentin e fillimit të agonisë së vdekjes kur të sheh me laçet. Sepse kur të afrohen me laçet, me marr shpirtin, nëse vinë me laçet e xhenetit vinë me laçet e rahmetit vinë me ftyra të ndryquara, me ftyra që nuk tu të shpirtyne, që kënaqë është ki qef me nejt me tu. Ndërsa me laçet e xhenemit vinë me ftyra të zeza, të rishtueshme, të frikshme. Me laçet e gazepit xhenemit përdorin dhunë në nxjerrjen e shpirtit. Dhunë. Ndërsa me laçet e rahmetit xheneti përdorin butësi.
për ta qenë të rahmetit, mëshirë, të mëshirshme. Kështu që shpirti, pastaj të dalë shpirti, e marrë me lashtë të rahmetit, e fut një qefin, që ka marrë për gjenetit dhe që për pjetë, qilë mas qilë, pjesë për pjetë nalë deri të qilë nalë, e pastaj hapët dera qilët, hapët të pastaj Allah thot, këthe në robin të më tokë, sepse pe saj kam kriju, në te kam me këthi dhe pe saj kam me rinjallë. Kër futet robin në dhëvarë, futet edhe shpirti, edhe vinë me laqet më në kerve në kire dhe me pyet, edhe marrin pyetje, 3 pyetje, nëse besimtarë përgjigjet, edhe i hapet dera e gjenetit, një farloj dritare dere, edhe i vinë një farloj arome, frymëzimi, kënaqësie, pamje, bukur për gjenetit, dhe thot Rabbi qimisa, zot bënë kiametin, dhe thuhet, pësha, qëtësë, atje venët, dere sa gjenë ku ha me shku atje. Pra, për din ta shku, ka me shku. Ky tjetër takseratlija, kë nuk mund përgjigjet, sepse thot kam dëgju diçka për nuk di çka thënën, dhe rahat në varr, dhe i hapet dera e xhehenamit dhe vjen një temperaturë, një dënim, një pamje trishtueshme, një trishtueshme dhe një tmerr i madh për xhehenamin, dhe trishtohet edhe ato zot mos e bë kiametin, i thuhet çati ki vën ku kimë shkuti. Pra e kuptoj. Në varr e kuptoj. Për ata vorë është ose bashkë kafshë për kopshtë të xhenetit, sepse shihen mirësitë e xhenetit, një pjesë, jo krejt, një pjesë, ose është grupi të xhehenamit, sepse shihen një pjesë të dënimit, jo krejt që ka në xhehenam, por një pjesë të dënimit. Të vujtjeve Allahu na ruajt. Po të ndrojmë, përmene agonitë e vdekjes, dhe vinë me laqet e mëshirës dhe me laqet e azabit. A ka transmetime që nga ana e djathtë apo nga cila anë vinë apo s'ka transmetime? Që me laqet e rahmetit nga ana e djathtë, me laqet e azabit nga ana majt? Ja. Nuk më kujtohet mu që vinë nga ana e djathtë, ato vinë përpara. Me laqet e vinë përpara dhe sheh njeri përpara. Kjo nga ana e djathtë e majt është tek dhënia e librit ditën e kiametit. Kjo ka rëndësi shumë. E djathtë e majta përdoren ditë kiametit. Ashabul yamin, ashabul shimal. Të djathtët të majtët. Cila libër do kanë japur kjo libër? Libri jepet fletushka për mbledhje e veprave, e fjalëve, veprave të robit, që nga qasti kur ka hyrë moshën madhore derisa ka dhënë shpirt. Më në qështë arkivim mirë bëma që E detajuar. Asë gjë nuk shpëton. Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sa dush ajete kuranore ka për këtë çështje. Plot ajete kuranore që tregojnë se asnjë shkruaj nuk e shqipton, asnjë veprim nuk e bën, asnjë fjalë nuk e flet, veç me laqet nuk janë njëna ngjath njëna të majt. Këto me laqet, nëse mendon të për këto me laqet shoqërojnë këto po, këtë dunja. Një anë është në djathtë që shënën sevapet, në të majtën që shënën gjunahet. Po kjo s'ka të bëjë me vdekje. Kjo ka të bëjë këtë dunja. Ndërsa ajipet, djathta ka majta, ka i vinë, kjo është për ditën e kiametit, libri jipet nga djathta, atyni që janë për xhenet, dhe nga majta, atyni që jipet që janë për xhenem, Allahu na ruajt. Allah nderoft, kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum salam. Përshëndetje për hoxhën e nderuar. Për juve desha më bëni një pyetje. Urnani. Para një muaji gjysmë ka vdek një çik 13 vjet. Edhe kam gjitë të foto kështu aty në sallon, dikush po thonë që është haram në gjitë, apo din? Po unë kam qef me mojt, apo din? Ato thashtë veti, po gjëna është haram që i mojt, këtu në fotot a ju. A zhenat, mo. Ke vërë fotot e vajzës në murë, Allah ju më shëroft. Po, edhe do më unë tash na po bojmë ka i retë, se po shtiri që me përcilë një të mija, din, 13 vjeqor, po ju këna lutë zotit, adin, që na ka, e këna falenderuar që na ka në dhe që tashtë, edhe këna falenderuar për që ka mërë zotit, se robit ju kom. Allah i përgjenet. Zotit ka që garetin, po bojmë garet mirë. Edhe që ta është të veti hoqë, sa dhe dukush më thë që është gjëna me gjitë fotot në adin i kam salam që nuk kam shumë një 6 copë, e të gjitë, po kam qep me mojë. Tash i ndërum. Hopi qika, tira, adin. Allah i përpjekë gjenet me vajzën, tash marim një këshilë për hoqë. Allah i shtop gajretin. Faleminderit që keni telefonu. Faleminderit shumë për ju. Hoqë ndërum.
Një 5-6 fat i paskaqit të vajzës. Inshallah, Allah të bashkamet në xhenet, e vështira nuk diskutohet, edhe 6 muaj, edhe më të matë, e lërë më madhë fëmija, është vështirë për prindrit, pas një dyshim. Por është një sprovë, që Allah i sprovën me të rapt e ti, e pasaj ngritë Allahu për sabrin e tyne. E mos harra se pejgamberi alayhis salam shka në hadith të Bukhariut, një grua thot ja Rasulullah, e ke caktuar një ditë, burra po jap shumë derse. Burrave po jap ligjërata derse. Caktoj një kohë për neve. Për gra? Gra meqme. Pejgamberi thot po. Dhe shkan ju jap ders. I këshillan, ndërtoj thot, mes këshillave. Nuk ka grua, së cilës i vdesin 2 fëmijë të vegjël, në moshën madhore, e që bën sabër, e që nuk kanë me qenë mburoj perde e xhehenemit për prendet në ditën e kiametit. Një grua tha ja Rasulullah, po edhe nëse vdes një, tha edhe nëse vdes një. E që me këtë hadith, a i bekuar alayhi salatu wassalam, do një përgëzu nanët, për dhe babalartë, të cilve ju vdesin fëmijët e vegjël. Sahi është një sprovë, por bëni sabër, sepse keni mja pa hajrin që atë fëmije, me emër të Zotit, në ditën e kiametit, ndoshta shumë më shumë se sa që u ashehni hajrin, ju 2 prind, krejt fëmijëve tjerë që keni 3, 5, 7, këtë dynja gjallë dhe i leni për mes. Bë sabër. Perde e xhehenemit. La ilaha illallah. Fëmiju në ditën e kiametit, lype i Zotit me taku babën e nanën, lype me shëfat o Zotë bënë, shëfat, mos me shti babën e nanën në xhehenem, edhe nëse meritojnë. Sepse ata nëse i drejt për xhenet, ka që thotë mos me shti në xhehenem. Po thotë bëmë ta bashkë. Por nëse meritojnë, e që i bije, kanë bërë dhe vepra të këqija, Allahu na ruajt. Sepse jo tanë muslimant kanë me hyrë në xhenet drejt. Jo. Një numër i madh muslimanëve, sa të do Zoti, kanë me hyrë në xhenem. Por dallimi mes këtyre që kanë me hyrë në xhenem, se muslimanë që kanë qenë, dhe mes atyre që janë muslimanë shumë i madh, ndër këto dallimi i muslimanëve, qëndrimi i muslimanëve në xhenem është për gjithmonë, ndërsa qëndrimi i muslimanëve në xhenem është përkohësisht. Balli del, sa të dush. Allahu na ruaj. Tamam? E fëmija bën shafat për prindin. Kje para. E dyta, ai që të ka thonë fotografit nuk bën me majt, ka mësu mirë, ka këshillu. Dhe të nuk na pas kanë dëgju neve se na një, më thonë 50 herë në ashta shumë, që për një 20 herë për men e kem. Besej që 20 herë e kem për men, se na ka pyet dikush, për fotografi, për të vdekur, dhe kemi thonë se nuk bën me rrit fotografit, për s'ka 2 javë që na pyet dikush qëto. Nuk bën me rrit fotografit, nuk bën me majt në mori fotografit, as të gjallëve, as të vdekurve. Në ato fotografi të cilat, në ato shtëpi që marrën fotografi në muri, nuk hynë me lachet. Aty ku nuk hynë me lachet, kush hynë? Hynë dreqi.
Pastaj fotografitë të vdekurve. Çka të bojnë? Çka të bojnë? Hin nana e shef vladën e vet, edhe i fol. I fol e vladit vet. Instinktivisht. Her me vetë dije, pa vetë dije. Harron që është sa një ngort më i vdekur në fotografia. Pa disa sa pasoja ka kjo nga ana psikologjike, pa dhe nga ana fetare. Nga ana fetare, nga ana psikologjike mas pari, njeriu mund të bëhet smundje, bre. Mund të bëhet smundje, bre. Ka që kënë del për para syve tani. Tani më nuk i del, kërë ka i gjallë del fotografia. Bëhet Allah i ndërë se budalë, bre. Ka ana fetare, për pas që gjënat që thash, nga ana fetare besimit, kë fillon dal nga dal, fillon me ngrit, me madhru, runa zët, dhe fillon një pjesë e shqitërimit. E që këto është kolmi. Dhe tani mund të kaloj në kufër me dalë për dinit krejt. Të krishterët. Njëra për arsyeve, shkaqeve, mënyrave, të devijimit të fesë të tyne. Janë mund që të ikona, ata i quajnë ikona, me vëzatime. Nëse shkan faltore të krishterëve, çka gjenë? Plete për plet, vëzatime, ikona. Nëse shkan faltore që fojtve, çka gjenë? Gjenë ikona vëzatime, as një kur. Kur? Sepse këtu ikona, vëzatime, në qështet adhurimit, janë pjesë e fesë indiane, kulturës të fesë indianëve. Kanë dëpërtua për indianëve në Greqi, dhe në Perandorin, Romake, dhe në fund të krishterisë. Por nuk kanë arrit me të vërtute që fëtë, sepse ata ma fundamental, ma fanatik, nuk kanë lijuar. Dhe faltorët e që fëtëve, shumë i për nga faltorëve tona, për nga vizatimet e për nga pasërtia e. Edhe zjarë, qirat, të këtë krishterët, ka ardhën qirat, ka ardhë zjarë. Pezëra dështive, persianëve, të cilët e adhurojnë zjarën, dhe nuk e fikin zjarën kur, Zoti dritës, Zoti territ. Edhe zjarë pa është ka të përtu të grekt, prej tyne, e pas e emperorin Bizantine. Dhe sëtë, subhanallah, të krishterët kanë në një gjendje, ku nuk mujnë me adhuru Zotin, i duke të mangët, pa edhe të shira, pa pas zjarëm, dhe pa pas ikona. Apo? Por mi shku me pyta është krishterë, a bëjnë Allah, thonë, një krishterë thjesht, pjesë shka tjetë, shqiptare, sërbe, anglesë, ka të shtetë, me thonë, a bëjnë Allah bashkë. Që kjo fotografi, që kjo ikonë, a është e gjallë e vdekne? Jo la e vdekne. Që për drejtohesh? Drejtoja ti që e gjallë? Thë qashtu është. Për qashtu dhe? Qashtu është. A shefni se kanë lujt me ju e të partë e ju. Për interesa? Tani, ata kanë fejnë e vetë, natërështë. Po është e drejtë e jonja, me kalëzot që kanë, se këtu e në sen historike që kanë ndodhur. Historike që kanë ndodhur. Se kurse përhapja krishterizmit,
tjere, futja e fesë e saj zyrtare në perandorin bizantine, gjëra historike që kanë ndodhur këto. A nëpse mund të ketë verzion ndryshme, por kështu sillen. Tek ne në Islam, feja jonë nuk pranon futje pe të tjera fe. Nuk pranon. Pra ta ne është dësan që a futet në fe tonë, që së është pe fesë, por në vije pe tjerë që a thojnë anë që ujmë ne në fe, bidat të lumt. E thëna bidat. Dhe momenti që thutë dykë kë bidat, thëtë ku së bëj ka. Ja nuk bëm pra. Se pune rritës varrezave, të thores tyne, ndërtimit aty në farë, pyzatime përmendore, të gritës vë që bëj të shqypëj të vatë që bëj varrezat, ose jo ka duga gjina tonë që shkani me betane, me kamione, me vetën, me blokat, kërë që me cemente, hajme dhe të hajqa bëni atje. Këto çfarë amë kanë në fe? Bidat. Këto kanë jamër në fe, bidat. Gjinja i bëjmë për bidatin këto. Nuk jem për fesë. Korore, lule, kuta dione, bidat, to vla bidatin këto. Nuk pranon feja jonë bidat. Nuk pranon. Andaj fotografit, për ata në fejnë tonë, unë i morat kështare që janë afër nesh, për ndryshe çështja këtyre fotografive, skulpturave, datan për kohës Nuhit a.s. Pra për fillimit dynjas, rreth 6.000 vite, që nga tani. Ku ata shkan këtyre fa skulptura me kujtu, për që kanë që fotografin me kujtu qiken. Po kështu vepruan kohën e Nuhit a.s. para 6.000 viteve, për afërsisht. Kur vdicën të një 5 burrat mëdhej. Po jo për njëherë, vdicën ko pas ko 5 burrat mëdhej, të devotshëm, sinqert. Dhe shkej shejtani frymzej, tha, po, ata kanë burrat mëdhej, nuk bën me harruj, që ashtu është, nuk bën me harru. Dhe, kujtoni shpesh, i kujtuan ata, i kujtuan. Mas një kohë, shkej, tha, këni nis me harru. Ja, bërja po, këni nis me harru, halli. O mirë me bo ka një farlej, ju i mani menë që në kanë ata, ka një farlej vizatimi, skulpturën me këdhen, edhe me lënë venet caktuara. Që ku të shihni ata, miron men, punë të mirë atyne. Thënë, farburën kanë ata, farbleşnarin kanë, farburat mirën kanë, edhe përnën e se ata. Thënë, vallahi mirë e ki. Ide i mira, dhe ashtu veprohan. Dhe i bënën 5 busta. Statuja. Në formë të aty në 5 burrave të mëdhej. Deri këtu nuk ka në farbehane të madhe. Nuk ka ku me ditë sa. Por ka ledhe ke gjenerat e dytë, kër erdhe treta, shkon dhe 100 vite, ata ka një tuka 700 vite, nuk i ka jetu minimi vite. Shejtani, shka i tha, mardjem, të partë e ju, kur nuk bënd të shi, kur e keshin dikant smut, kur keshin do një hall, do një nevoj, ati që bënen ata? Shkeshin të ata lëtëshën. Sepse këta jenë burrat mëdhej, tanë vetëni. Ja, është për cilë ke që këta jenë burrat mëdhej, dhe kanë ndikim të Zoti. Andaj e franë dhe lutni. Këta ndërmësojnë të Zoti. O Allah i mirë i ki, se në me kanë thënë që jenë burrat mëdhej. Dhe janë nëse dalga dal, kaluan i madh e i vogël në shirk. E shirkë çka është? Me adhuru dikën tjetër, pos Allahut, apo karshi me Allahun, apo me bënë ndërmjetësus me shku të Zoti. Kjo është shirk. Me menu që dikush të ndihmon diçka, për pas Allahut, apo bashkë me Allahun të ndihmon. Kjo është shirk. E Allahu e dërgoj Nuhin a.s. Por atë shumë ishin ngulitur, ishme thonë, qelikosur, ishin mishruar, ma mirë me thonë. Atë shumë ishin mishruar, me fejnë e tyne të ashtrejt që të fitrekta, e që i qujtë shirk, sa që Nuhin a.s. shka thonë Allah në Koran, fe lebith e fihim 1000 senetin ila 50 ama, fa akhadhahum at-tufanu
وهم ظالمون. Nuh a.s. qëndrej të ta 950 vite. 1000 vite pa 50, thëtë Allah, 1000 pa 50. Qëndrej të i thjenë fjallë la ilaha illallah. Si avla. Sepse ishin të mëshruar me shirk. Fa akhadhahum at-tufan, dhe i gëlltiti u i fshihu tufani krejt. Wahum dhalimun, e ata ishin zëllëmqarë. Pjeke njerëzit në një veprim. Nëse lënë të që fotografi mas 10-15 vjetë, nëse kjo i mërë 20, me bo me ta hjek, i në gjendje kërsh me bo me njëri. Se pjeke në psikologjin të anë. Këtu në dykujnë e do këtë ekstremizm, do këtë sanë të randa, apo jo, vla, jo. Apo vetë që shdohet me fe, apo i gra me te katua. Me te katua, atë nësën vetë. Nëse dënë me fe, e në jena musliman, me të ladzu që shtot feja islame, thët që shto. Fotografini nuk kem puna për mure. Nuk kem pun. Fotografit në album, në fjok. Ose këtë sodet në telefona, e kështu ka njerë kur dush me kështyre dhe hajtë. E në falin se zgjatëm. Allah ndërëft, minutat i kemi kalu, po kemi një telefonat të fundit, ka prit. Selamu alaikum. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën se ashtu kështu dhe i kemi te i kalu minutat për sonte. Urnani. Unë kam një pyetje për bobën, se bepi boba po lun komar, unë po du me vetë hoxhën, a e kam leushme me çu bobës por unë jam një muslimank, po vol namazin, edhe për qëta i kam halal me çu bobës që po lun komar gazino. Qa me që parë me qua? Po. Pe kujti, pe jashtet jashtëja? Po, Suidi jam unë. E baba ku është Kosovë? Ne, Shkup është. Shkup. A të lyp pare ty, mi qute atina? Po. Tamam. Se be pune po qo pare pëtina, që i përkon për këmë... Po, qartë. Allah ndëroft, falenderit shumë që na keni telefonu. Kjo ishte telefonata e fundit për sonte. Dhe mirë që pritës të gjëna, pas ka qenë qika në halla. Ke vajzë kjo? Po vajzë kjo. 10 minuta e kemi kalu prej. Ta në s'ka dërë, ta në dëse edhe jetë. Edhe një zgatë ma 12 nabis bëhet. Elhamdulillah, nuk jem të luna këto as shahas, nuk jem të në bilet, as komborës për lujmas, elhamdulillah. Jena me gjliset hajrit, elhamdulillah, zëtë. Babës tanë, thuj ka thonë një hoqë, Allah e të lëzoft, mas pare, Allah e drejtojt të lëzoft. E dyta, thuj e kun vetë një hoqë babë, nga thonë, mësit që pare. Dhe në ty vallahi babë nuk qej pare. Që ki nevoj me të bledh diqka, ilace, tesha. Ki marak në është që me hangër e stablin ata të janë të shpija, ku ta dijone. Këtë teknologjin bashkohore, prej së e disa përësit ushqimin në Shkup, atje në qarshi i shka në shpe. Apo? Po internet e pagun. Po që po këto është, po dhe, si me thjenë në internet, unë të shpeshtushit, dikën shtë restoranet, e me në provë një që dikujna, në shpetane është temen, si me thjenë për së e disë, a njëjtë? Po njëjtë e vra. Thëmë bombës, ti që ka qëpë duhet? Më duhet me hangër? A ki marak me hangër diqka? A ki marak me pi? A ki marak tesha? Kalëzëm qëpë duhet. Pare babë nuk të qaj. Jo, pasha, zotin, pare në temë. Unë e krytë sejgjde, e namazle, ose namazlike, e fitëm me njës paret, e ti që hargjë paret në rrugë dreqit atje, pasha, zotin i cënë nuk tepe. Ju të ndohë në vallahi drejt, s'ki më dhënu, po pare nuk të qajë babë. Harro kitë pun derin kiamet. Ty në tartë zërë kësajnë mëtërës, me thonë që shtu të më se thuj ma bëtë, thuj s'kam. Se da shtu bërë me thonë, o i bisëm që pare nuk kam babë, nuk kam pare. Karo ekonomia, lufta në Rusia, lufta në Iran, ku ta dijun atje në Ukrainë. Se s'ka thonë plestina, për ty nuk kam. Për ty nuk kam. Po dhe, kje bje mës me rajtë. Kje bje kur dush dikujna me thonë nuk kam, po dhe qështu është, po dhe, kur thot dikush për shamu dhe shkat, a mi qenë era. Hej, subhanallah. Te këtë a mi qenë era. Ti në fakt nuk dhe mi adhonë. Sepse ose nuk kanë zarë, ose tu të shkupi qanë, ose nuk je sigurt. Me thonë nuk kam. Ti ki.
Po që nuk rranë, se i rosh rranës, o vla. Muslimani rrot rranës, nuk gënjen, nuk rranë muslimani. Qa me ba, marë bela, në zani bela e me kitë njeri. Andaj, i thonë, nuk kam a kujtojë të që tha nuk kam për ty, me tha nuk kam për ty, e kuptane ndoshta, por të thonë nuk kam, e këta për ty, e thonë heshtje, ose në trunin tënë. Më kujtu si na ke thonë një emision më herët. Ashtu a? E tamam. Allah i trujtë. Allah të shpëleft. Faleminderit. Po gjendërum, Allah të shpëleft për mundin, për kontributin, për këshillat, Allah i sevap të baftë. Të dashur miq, ju falenderojmë për vëmendjen, falenderojmë që nuk po na ndani për telefonatat. Faleminderit Zoti ju nderoft, ju shpëleft deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje, selam aleikum.